الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yawmiddin wa ba'd. Allahun e falenderoj, për këtë falë dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk i takon adhurim me askujt me drejt përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Me lenin Allahut vazhdojmë që të flasim rreth historisë Musait alayhis salam, edhe dobive imanore që ka mundësi të nxjerrim prej atij rasti ose asaj ndodhie. S'ka dyshim që historia e Musës alayhis salam është shumë e gjerë, edhe dobit janë shumë. Unë inshallah do të mundona që t'i zgjedh ashtu siç thash edhe hutbën e kaluar, shkurtimisht me qëllim që të marrim mësime se realisht si ka qenë në atë periudhë historia, ndodhit dhe çfarë ka mundësi që të nxjerrim për atyre dobive si dobi me qëllim që të përfitojmë edhe në përditshmërinë tonë, të veprojmë ashtu për shkak se historia nuk ndryshon, historia është e njëjtë. Ka mundësi personazhet me ndryshu. Mirë po, me gjithatë role që atë ngjashme dhe historia thjesht vetëm se përsëritet. Ajo që ka mundësi që ta marrim si dobi është se imani ndryshon çdo gjë te njeriu. Firauni i thiri sirbast që të ballafaqon me Musën alayhis salam. Për shkak se ai pretendonte që Musa është sirbas, magjistor, i cili dëshiron që t'ia marrë frunin atij. Musa alayhis salam nuk e kishte këtë qenim, asesi, ai ishte pejgamberi i Allahut azza wa jall. Dhe qëllimi i tij ishte që t'ia tërheqë vërejtjen Firaunit, ti thotë se ti nuk je Zot, po thjesht je një krijesë, ktheju Allahut dhe ti morë bijtë e Izraelit, popullin e vet ta dërgoje prej Egjiptit në Palestinë. Firauni kur e pa rrezikun, i thiri gjithë sirbast që të ballafaqohen me të. Në këtë rast, sirbast kur dolën përpara Musait alayhis salam, edhe secili do thotë e hedhi atë çka kishte me vete, Musa alayhis salam normalisht që ishte pejgamberi i Allahut. Ajo që ndodhi te Musa ishte mucize, ishte mrekulli, kurse sirbast e kishin sihrin e tyre. Thjesht ashtu siç thot Allah azza wa jall, saharu a'yun an-nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin adhim. Ata e kanë pas, thjesht e kanë marrë litarin e ka hedh, nëpërmjet sihrit njerëzve ju ka duk sikur se me qenë gjarë për i cili lëviz, realisht ka qenë do thot ka qenë litar. Momentin që e pon se Musa çfarë veproi, se nuk është sihr, se sirbazë e di sihrin mirë. Atëre e kuptuan që është pejgamberi i Allahut azza wa jall. Atëre ndryshoi çdo gjë te ata. Te ata ndryshoi perceptimi rreth besimit, po ashtu veprimi, po ashtu shprehjet e tyre dhe po ashtu synimi, ambicet e tyre. Prej kërkuesve të dunjos u bën kërkues të ahiretit. Firauni ju premtoi pasuri, ju premtoi fam, ju premtoi që do të qenë afër tij. Pozit, secili prej tyre dëshironte atë. Kur shkuan, kërkuan, Firauni u premtoi dhe ashtu mbeti premtimi. Por çfarë ndodhi mas? Kur e pan se me të vërtet Musa është pejgamber, atëherë ndryshoi çdo sen. Nuk dëshiruan pasurinë e Firaunit, as pozitën, asgjë. Do thotë që imani kur e prek zemrën e ndryshon çdo gjë te njeriu. Çdo sen, perceptimi i tij, besimi i tij, idetë e tij, ambicia e tij, jeta e tij, dëshirat e tij, shprehjet e tij, çdo sen ndryshon realisht te njeriu. Për shkak se atëre bëhet një kërkues i ahiretit e jo kërkues i dunjos. Kështu ndodhi, do thotë edhe me sirbast. Çfarë ndodhi? Firauni kërcënoi. Tha që ju jeni ata që ndjekni Musën, megjithatë nuk u friksuan. Ata e dinin mirë se shprehja e tyre se unë nuk do jem me ty dhe do e ndjeki besimin e Musait, nuk kupton që do vdesin, patjetër. Edhe ashtu ndodhi. I kërcënoi se do i mbysë, do i vrasë, gjitha megjithatë qëndruan. Prandaj thon dietarët, u zgjuan, u gdhin mëngjes si jo besimtar, sirbas, kurse mbrëmja i arriti si besimtar, si dëshmor. Për shkak se luan rol një sekond, një minutë, ta ndryshon krejtësisht jetën. E kështu ndodhi me ata sirbas. Andaj imani e ndryshon çdo sen te njeriu. Kjo është dobia e parë. Dobia e dytë, njeriu nuk lejohet që ta mësojë sihrin dhe po ashtu t'ia mësojë dikujt tjetër nëse ai e di. Sihri është kufër.
e nxjerr njërin për Islamin nëse nuk pendohet. Magjia është e fllishtë, nuk ka magji të bardhë, magji të zezë, ka magji vetëm se të zezë. Ata që thonë jo magji e bardhë, jo magji e zezë, ata rresh nuk e njohin, nuk dinë se çka do thotë magjia. Nuk ekziston magji e bardhë, ekziston magji veç e zezë. Kjo magji e zezë do të kupton që çdo send ta ndryshon. Me lejen e Allahut, se s'ka mundësi ndryshe për me vepruar. Po Allah zonë e lejon, dikush thot, po pse Allah me leju? Allah e lejon me sprovu, për shkak se do me sprovu robën e tij. Kjo është shumë e thjeshtë. Nuk ka nevojë me detajizu dhe me i pse, për shkak se kur do Allahu ditë çka ndodh, edhe e mira edhe e keqja vijnë prej Allahut. Nuk vjen vetëm se mira, po vjen edhe e keqja. A kjo nuk kupton që Allah s'po ta doj ka të mirën dhe ty po dënoj ka? Jo. Allahu realisht pas asaj fshehurçi. Dhe Allah dëshiron që ta tërheqë vërejtjen se ti e ke humbur rrugën dhe Allah do me thonë o rob, e ke ngatruar rrugën, ktheu ka Zoti yt, ose dëshiron t'i falë gjunat, t'i ngritë gradat e t'a japë xhenetin. Do thotë që Allah zogjel kur e lejon ndodh, pa lejen Allah s'ka mundësi për me ndodh. Ky sehr i cili veprohet normalisht është haram. Nuk lejohet bërja e sehrit, po nuk lejohet normalisht edhe mësimi i sehrit. E ata që mundohen që ta mësojnë, le ta dinë se gabojnë. Për shkak se ky veprim është i fëlliqur, edhe e shprehen me gjuhën e tij vetë sirbast. Vetë ata, edhe vetë sot e madit edhe e shprehin edhe ata, të cilët bashkëpunojnë me shejtan me xhin, për shkak se për mu bë sirbast, çështja e parë që duhet për me bë, është me bë kufër. Me dol prej dinit edhe pastaj me bashkëpunu me shejtan edhe me bë vepra të fllishta. Musa alayhis salam çfarë i tha sirbasve? Tha ma jitum bihi sihr. Inna Allaha sayubtilu. Ta ju që keni ardhur sihr, nuk ka mundësi me qenë mrekulli. Ju jeni sirbas. Keni ardhur me sihr, por Allahu atë do ta prishe, inna Allaha la yuslihu amal al-mufsidin. Allahu nuk e le një zullumçar që të punojë vepra të tilla, po përkundrazi Allahu e largon edhe e shkatron. Po ashtu Allah subhanahu wa taala tha: "Wa ma kafara Sulejman walakin ash-shayatin kafaru." Sulejmani s'ka bë kufër. Ata e kanë akuzuar. Allahu na rujt se Sulejmani ka bë ser ose e ka mësuar njerëzve ser, jo. Ata e kanë bë, do thot, dy melek që Allah subhanahu wa taala ka dërgu, Harutin edhe Marutin, qëllimi ka qenë thjesht të vënë njerëzit në provë. Te Allahu i ka thonë, qartë se kjo është vepër kufër ose gjëna, nuk lejohet për me vepru mirë, po megjithatë e kanë mësuar. Allah po ashtu thotë wala yuflihu sahiru haythu ata. Sirbasi s'ka mundësi për me arrit sukses kudo që shkon, çka do që vepron. Kjo nuk kupton se Allah subhanahu nuk e lejon që të bëjë ai çka do dhe nuk ka mundësi për me ndodh ajo që ai dëshiron. E kur thot Allah s'ka mundësi asesi, kjo do thotë që vepra e tij është e shëmtuar, e keqe, kulmi i keqes që nuk kupton që është kufër. Prandaj pejgamberi sa ka thonë që kush shkon te sirbas, edhe i beson atij çfarë thot, vetëm se ka mohu atë që i ka zbrit Muhamedit alayhis salam. Kush shkon edhe i beson, a vetë shkuarja 40 ditë nuk pranohet namazi, pa i besu. Andaj duhet njëri me pas kujdes, me rujt imanin e tij, për shkak se realisht gjitha këto që janë përmend nuk janë rastisht, janë qëllim që e përshon një mesazh që të kuptohet realiteti i asaj çka ndodh. Problemi sot e kemi te ne se një numër i muslimanëve shkojnë për sirbas. Pretendimi i tyre është për shërim. Se lejohet çdo sen, jo. Ka ilaçe sa dush tjera që Allah subhanahu wa taala ka caktuar. Sirbasi është krijesa më e fllishtë në rrezullin toksor. E prish familjen, e shkatron rendin shoqëror, e prish fëmin, e prish burrin, e prish gruan, e ndon burrin me gruan. I sëmur njerëzit, normalisht kjo me lejnë Allahut. Mirë po, dëmi i tij është shumë i madh. Prej dobive tjera është se duhet me ndihmu atij që i bëhet padrejti sipas mundësive normalisht. Këtë nxjerrim prej rastit Musait alayhis salam, kur Firauni kur deshi ta vrasë Musën alayhis salam, u ngrit njëri nga paria e Firaunit. Ishte prej popullit vet. Allah subhanahu nuk e përmendi emrin e tij. Po Allah e përmendi që ka qenë besimtar, i ka besu Musës alayhis salam. E përmendi si besimtar i familjes Firaunit. Ky person ka qenë i mençur, e ka di se nëse del edhe pretendon haptazi se e mbron Musën alayhis salam, do e mbyshe Firauni. Po çfarë bëri kur e pa që ata po flasin, po bisedojnë dhe duan që ta mbyshin Musën alayhis salam, atëre u ngrit edhe i këshilloi ata me një këshill të bukur, qartë, të lehtë që mos aludoje se ky po e mbron Musën alayhis salam.
Allah Zogjel tha ve kale rajulun mu'minun, ka thonë një njeri cili ka qenë besimtar. Min ali Firauna yaktumu imanahu ataktuluna rajulan an yakula rabbi Allah. Një person i cili ka besuar Musa alayhis salam e ka fshi imanin, edhe ka thonë jo, po doni me mbyt një njeri veç thjesht pse po thot që i besoj Allahut. Po njerëzit mundën me shpreh çka do. Janë të lirë. E ti po do me mbyt veç pse më thon që do thot unë i besoj Allahut. Ka thonë që kjo është diçka e palogjikshme. E normalisht kur i ka thonë kështu Firauni, po ta kanë reaguar si ka mundsi që më fol ashtu. Ai po do me mbytëm, ky po thot mos e mbyt. E thot wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dhe ky njeri thot që ka ardhur me argumente qarta nga Zoti juaj. Nëse ju jeni ata që keni kundër argumente, bujro. Dilni edhe folni, veproni, po ju s'keni. Ti thjesht po pretendon që e Zot, mirë po me asnjë lloj argumenti. E nëse dëshiron për me dëshmut kundërtën e asaj që ka Musa alayhis salam atëre dil me argumente. S'ka. Thot njeri beson Allahut lër. Mos e ngasmo, mos e nguc. Ky njeri e shprehu atë që e po të zemrën e tij, po jo drejt për drejt. Me qëllim që mos të bie në sytë e Firaunit edhe ta mbysë Firauni këtë njeri. Do të thotë që njeriu duhet të ndihmojë atij, që i bëhet pa drejtësi sipas mundësive që i ka. Jo ta përkrahoj zullumçarin. Përkundrazi, se zullumçari nuk përkrahet. Përkrahja e zullumit nën kupton shkatërrim edhe për atë që bën zullum po për ty. Kjo është dëm shumë i madh. Poshtu prej dobive, tjera është se dunjoja realisht është kënaqësi kalimtare kurse ahireti do të mbetet përgjithmonë me lenin Allahut azza wa jall. Sirbast, edhe njerë t'i kthena sirbasve, kur e pon realisht Musa alayhis salam dhe me çfarë erdhi Musa alayhis salam, i than Firaunit që në besua. Dhe than që ajo që gjendet te Allahu si shpërblim është shumë më e madhe dhe më mirë se sa shpërblimi jot, dhe sa Allahu është i përjetshëm i gjallë i cili nuk vdes kurse ti Firaun ti je njeri i cili vdes. Këto mesazhe i drejtuan Firaunit një krijesë sikur se ata, që ta kuptoi Firauni se shpërblimi realisht është Allahu. Dhe se Allah është ai i cili nuk vdes, i përjetshëm i gjallë. Kurse njeriu vdes, çdo gjë ndron jetë, vdes, nuk ka krijesë e cila mbetet e gjallë. Çdo gjë prishet, shkatërrohet përveç Allahut. Allahu është ai i cili ka qenë, është dhe do jetë. Andaj kush e kupton realitetin e dunjos, që e do, e dëshiron, edhe shpreson, edhe punon, le ta dihet që dunjoja prishet, edhe shkatërrohet, edhe çdo sen çka është në ta. E kjo dunjë e cila është kalimtare, nëse e mashtron njeriu, e çon deri me një gradë që ta mohojë ahiretin dhe ta mohojë Zotin e tij, atëherë mirë për ta, më kupton se çfarë jetë jeton dhe si do jetë gjendja e tij. Për shkak se ky njeri realisht s'ka mundësi me jetu i kënaqur. Dine vallahi se lumturia është veç na që ka caktuar Allahu. Dhe s'ka mundësi kur asesi asnjëherë me dal lumturi jashtë asaj që ka caktuar Allahu subhanahu. S'ka mundësi. Këta njerëzit që e mohojnë Allahun dhe nuk i besojnë ahiretit, s'ka shans kur asnjëherë që qenë të lumtur në jetën e tyre. Ata përjetojnë lumturitë përkohshme me ato kënaqësitë e dunjos, po jo lumturi reale që u aknon shpirtat. Andaj vetëm se shikoni sa vetvrasje ndodhin brenda një viti, veçanti personat që kanë pasuri dhe kanë gjëra materiale të dunjos që të kush qëndron e nuk ka mundësi për mi pas. Kjo tregon se lumturia nuk është materializëm, po lumturia është natë që Allah subhanahu e do. Allah subhanahu tha ja qom inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un, këtë tha do thot Musa ose ai besimtari prej familjes Firaun, ku i tha o popullim, kjo dunjë është thjesht kënaqësi e shkurtër, wa innal akhirata hiya darul qarar, kurse ahireti është me të vërtetë vetbanimi i përhershëm men amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, kush e bën një të keqe nuk shpërblet përveç se atë që ka punu. Do thot një me një, e bën një të keqe një me një, kurse ai i cili bën mirë, vepra e tij do shumë fishohet me lejen e Allahut azza wa jall, siç e përmend Allahu azza wa jall, wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Tha kush bën vepra të mira duke qenë moshkull apo femër besimtar, ne do të japim jetë të lumtur dhe poshtë Allahu azza wa jall ka thonë poshtë ajete tjera që ne do ta fusim xhennetin e tij. E do thotë që thjesht punon mirë e ke shpërblimin xhennetin e Allahut. Punon keq e ke dënimin me lejen e Allahut azza wa jall. Po ashtu vepër tjetër është hakmarrja e Allahut.
Allah Azza wa Jall herdo kur do I hakmerit zullumçarit dhe atyre që e përkrahin zullumin e tij. S'ka dyshim, zullumçari është zullumçar, mbetet zullumçar. Dikush thot, po pse Allah Azza wa Jall po e le? E le deri me një periudhë sa të shkojë, sa zgjasja dhe në fund ta shkatrojë krejtësisht. Kështu e la Firaunin. E la zullumin e tij që të shtohet, derisa erdhi koha në fund, Allah Azza wa Jall ti hakmerit atij dhe ushtarëve të tij dhe gjithë atyre që e përkrahin atë. Edhe dënimi I tyre është në tri bota. Këtë botën e dunjos. E thot Allah Azza wa Jall, thot fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin. Tha na e morën Firaunin, e përmbytëm në ujë, a dhe ushtarët e tij, dhe ky është dënim I rënd, dënimi I zullumçarëve. Ky është dënimi I tij, dënimi që e ka përjetuar në dunjë. Dënimi I dytë do jetë në berzakh, jetën e varrit, mes dunjos edhe mes ahiretit. Jeta e berzahut është kur njeriu prit për me kalu për në ahiret. Kjo jeta e berzahut është jeta do thot ku njeriu pret, ndron jetë dhe pret derisa të vijë dita do thot ku njeriu ngjallet edhe del me dhon llogari para Allahut Azza wa Jall. E thot Allah Azza wa Jall, thot en-naru yuraduna aleha guduwan wa ashiya. Thot zjarri atyre do t'ju prezantohet, do t'ju manifestohet, do ta shohin çdo mëngjes edhe mbrëmje. Çdo mëngjes edhe mbrëmje. Kjo është për Firaunin dhe për krahësit e tij, po normalisht kjo vlen për secilin prej neve. Xhenetlit e shohin vendin e tyre në xhennet. Xhenemlit e shohin vendin e tyre në xhenem, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku tha se kur ndron jetë ndonjëri prej juve, secilit I shfaqet vendi I tij, çdo mëngjes edhe mbrëmje. Nëse është xhenetli, vendi I tij është xhenet. Nëse është xhenemli, vendi I tij do jetë në xhenem dhe kështu do jetë do thot derisa Allahu ta ringjallë ditën e Kiametit. Dhe dënimi I tretë që e merr është dënimi në ahiret. E tha Allah Azza wa Jall, wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab. Tha Allahu, kjo do të jetë dita e ringjalljes ku njerëzit do japin llogari, futën në Firaunin dhe përkrahasit e tij, të gjithë në zjarmin e xhenimit ku do jetë. Atje dënimi I tyre, dënim shumë I rënd, dënim shumë I madh. Allahu na ruajtë, na mbrojtë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wabat. Dobi tjetër që ka mundësi për me nxjerrën është se xheneti dhe xhenemi nuk janë njëjtë, nuk janë barabartë. S'ka dyshim, la yastawi ashabun nari wa ashabul janna. S'ka mundësi që të barazon banorët e xhenetit me banorët e xhenemit. Po edhe vetë xheneti dallon, është grad, po edhe xhenemi dallon. Normalisht sa më I madh është zullumi, aq më I thellë është edhe xhenemi për ta. Sa më e madh është vepra e mirë, aq më I lartë është xheneti për atë që e punon edhe e kërkon. Gjuna qartë dallojnë, s'ka dyshim. Gjuna I madh nuk është sikur se gjuna I vogël, e gjunat e mëdha e fusin njërin, ma thënë xhenem, gjunat e vogla e fusin do thot me një xhenem I cili është më I lehtë derisa dënohet normalisht për besimtar. Kur është byqje xheneti, është do thot xhenet I cili krejt mbarra do thot prej veprave tona, nuk janë njëjtë. Qëllimi është do thot që të kuptohet se ky është besimi I ahlus sunetit, që nuk ka do thot nuk është njëjtë, po do thot dallojnë vende sipas veprave që I ka punu robin në këtë dunjë. Po ashtu dobi tjetër është se nuk pranohet pendimi nëse vjen çasti I vdekjes. Njeriu ka mundësi me u pendu, sa është gjallë, derisa nuk I vjen shpirtit te fyti I tij. Kur vjen më melaqa me ato më shpirti më nuk ka më kthim. Argument është rasti I Firaunit. Ku Allah Azza wa Jall përmendi rastin e tij, kur e pa ai se u përmbyt, edhe e pa se më nuk ka ku të shkojë. Atëherë tha hatta idha adraka ul gharq. Derisa erdhi përmbytja. Edhe zuri ujë, edhe më e pa se më nuk ka kurkun. Atëherë normalisht I hapën syt njeriu dhe shef përtej asaj që ka besu, për shkak se tash e shef realitetin, e atëherë tha qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min almuslimin. Tha unë I besoj tash. Nuk ka zot tjetër përveç se atij Zoti që I beson, I kanë besu bijtë e Israilit, dhe unë tash jam prej besimtarëve. Ama në fund, do thot mos I ka armë në fund më vdekje, më çaq, s'ka pas ku, ama atëre mos ka. E Allah tha, al-an, atash, wa qad asit, e ti marrë kundërshtojsh, nuk qëndrojshë, e kundërshtove Musën, e kundërshtove pejgamberin, thave që jam Zot, kreti bone, gjithat zullum, sa vrasin, sa torturën, sa mundin, sa sikletin, e njerëzit sa hekën prej teje, tash në fund, s'ka më. Ashtë kry që jote, ashtë përfundu. Kjo të regon se momenti I fundit është momenti ma I rënd. Ata duan që të kthejnë, po me gjithat, nuk ka, rabbi rgjiun,
la li a'malu salihan, o Zot, më kthem ta bëj një vepër veçmir, s'ka, u kthy, çështja e tij më është përfundu, s'ka. A e dini pse? Sikur ky person ta kishte pas kthy Allahu edhe një herë sërish, edhe pse thotë se do punoj edhe do bëj, i njëjti kishte për me qenë. I njëjti kishte me vazhdu zullumin e tij. Allah e di robin e tij. E kur e di Allah zemrën e robit e di se ai ka qenë i mirë, ka qenë gabimtar, gjunaqar, pa shpendu, Allah ja mundson mu pendu. E Allah nuk ja ka mundsu për mu pendu. Bele thuhet se ka shku Gjibrili e ka marr lloçin, zallin prej poshtë detit, edhe ja ka mbush gojën e tij, ja ka mbush me dhe, mos ta shprehë shahadetin. Për shkak se s'ka dashur ky zullumçar i madh me përfundu me pendim. E ky ka qenë përfundimi i tij. E Allah Zogjel e la shembull për gjithë gjeneratat e ardhshme, tha Allah Zogjel, "Fel-yawma nunajjika bi badanika li takuna liman khalfaka aya." Tha sot ne e shpëtojmë trupin tan. E ka shpëtuar me trup, qëllimi është ka ndruar jetë, po trupi i tij ka mbet. Thotë që të mbetet si gjurmë për gjithë ata që do të vinë pas teje, se si do jetë dënimi i zullumçarëve, sikur se ti o Firavun. Le ta dinë gjithë ata se kështu do përfundojnë. Edhe thuhet që një xhenazë, një trup, një skelet që gjendet diku në Britaninë e Madhe, është pikërisht Firauni i cili ka jetuar në kohën e Musait alayhis salam. Pejgamberi sa më tha që Allahu e pranon pendimin e robit derisa ai është gjallë, do thotë derisa nuk vjen meleku më marr shpirtin. Atëherë mos ka, është kryq çështja e tij. E andaj nuk ka nevojë që të lihet pendimi për ma vonë. Nëse robi gabon, për shkak se jemi njerëz, njeriu gabon, është natyrë e tij, le t'i kthehet Allahut me pendim sinqert, edhe le të mundohet vazhdimsi që të ecën rrugën e tij, sepse kjo është rruga e lumturisë edhe shpëtimit do në ahiret. Elus Allahun që të na bën prej tyre, dhe elus Allahun që të na fal, na mëshiron nga gjunat tona, pastron, dhe elus Allahun që çdo musliman të gjatë të vdekur, Allahu të mëshiron. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.